Në një atmosferë mahnice, te diku rreth 6.000 tifos, klubi i futbollit Shkëndija mundi 3-1 Rabotničkin, me golat e juniorit Ibrahimit dhe Alimit, ndërsa për romantikët shënoi Najdenov. Rabotnički nga minuta e 55 luajti me 10 lojtar pas kartonit të kuq që e mori Siljanoski. Televizioni Art mori prononcimin për njërit nga golashënuesve Armend Alimit, i cili deklaroi: Po për atmosferën çdo era 10, tifozët na kanë përkrahur në çdo moment, kena ka shtyn që t'japim maksimumin çdo lojë. Shpresoj se nuk i kemi zhgënjy, pa kemi të lodhur nga ndeshja me Vardarin. Shpresoj që kjo fitore na motivojë më shumë, tash na pret derbi, e dim se atje s'kemi shkantuar, shkojmë për 3 pikë dhe për krejun e tabelës. Čestitam na Shkëndija za pobedata. Trajneri i Rabotničkit, Tomislav Franc, ngeli i kënaqur nga performanca e lojtarëve të tij dhe publikut, duke i uruar fitoren kuqezimve. Ndërkaq në takime tjera, në ndeshjet e play-offit u shënuan këto rezultate. Vardari mundi Bregalnicën 2-1 dhe Sileksi Shkupin 1-0. Ndërkohë në takimet e play-outit, Renova shënoi fitore 3-1 përballë Metalurgut, si dhe Horizont Turnova mundi 2-0 Mladost Servetvorin.